Drejt 35 vjeç, të cilët kanë përqindje më të lartë që marrin pjesë aksidente automobilistike. Po, dakor. Ligji ka ndryshuar, po çka që ja aksidenti që u kap ai me atë kamionin ku bëri aksidentin ku afër Lezhës, që s'duhet tipte fare në atë Po, është kjo e fuqisë motorike që ishte i ri. Si drejtues mjeti. Jemi në propozimin për ndryshimin, siç tha, në lidhje me rastet për shembull mosbindje, alkooli, që mos të aplikohet në 127 për dëmpëlqimin, pasi janë disa... Po kalimi me të kuqe, për shumë? Kalimi me të kuqe është thjesht me mas gjobe, nëse përsërites pas e kalon... Kalimi me të kuqe është aksident direkt. Po, aksident direkt. Kategorike aksident. është Murphy's Law. Ai kalon me të kuqe, në moment që ai kalon me të kuqe, mund të kemi këmbësor duke kaluar, dhe vijat e parë. Vje makina tjetër. Ose makina tjetër. Janë disa shkelje që jemi në propozim për të bërë disa ndryshime, çfarë janë shkelje që vërtet paraqesin rrezikshmëri të lartë për siguri rrugore, mendoj që shumë shpejt do kemi... Ja mund të atoni disa për tyra, po? Është alkooli, është mosbindja, semafori... Që masat mund të shpërsohen. Megjithatë, një problem i madh në kodin e ri penal që është propozuar është që nuk është futur vepra penale e vrasjes rrugore. Ekziston manslaughter i famshëm. Po pra, manslaughter. Ajo është tamam vrasje. Ti jep me 140 në orë e vret. Tani je kamikaze. Ta mbaroj sekond. Një minutë. Ta mbaroj, se e nxeve Zaloshën sot. Po. Edhe kur më morë intervjist, fakt nga të mund. Nga të mund, ashtu është. Se kamet keq, pa ashtu është. Jo, gjë e mirë është se kështu nga të mund. Ashtu. Pra, problemi është që ne kemi këtu, edhe në kodin e ri që është, ne kemi aksident me pasoj vdekjen. Maksimumi deri në 5 vjetë. Në fakt, ajo është vrasje rrugore. Nuk është me paramendim, se me paramendim pasaj shkon me burgim të përjetshëm. Po për mua duhet jetë të paktën 15 vjetë. Në qoftë se një drejtues mjeti e drejton mjetin në mënyrë të papërgjegjshme dhe duhet përcaktuar se çfarë quhet drejtimi i mjetit në mënyrë të papërgjegjshme, për shembull në Virginia, në qoftë se i jep me 85 milje në orë, konsiderohet vepër penale. Po, në Greqi, nëse ti është vepër penale. Mbi 160 km në orë, automatikisht për gjendje dalimi dhe arrest. Pirë s'ke pirë. Po për këmbësorën që ka dhënë mes të autostradës tani. Dhe në qoftë se ti je me 85 milje në orë dhe vret një njeri, ajo është manslaughter, është vrasje kategorisë 2, nuk është vrasje kategorisë parë me qëllim. Në momentin se ku ndodh aksidenti, jo, dakor, në mbështetjen tuaj. Jo, po i dhe me 85 është s'ka rëndësi. Po është në ndryshim. Në qoftë se ti je potencialist vrasës. Dhe në qoftë se me vërtet vret njeri, nuk ka pastaj justifikim. Kurse po ti je me 75, pra nuk e ka arritur aty do shifet se mund të ketë pas faja i që u futa ashtu. Pa ama ti e me 85 e vrave, quhet vrasje. Vrasje e shkallës 2. Sepse Lidiona, ajo që të bën... Po, bjën. Tani, prapë do të debatojmë sërish për këtë temë së bashku. Vetëm para pak kohësh në Unaz të re, një zotri duke ecur me 85-90, duke kishte kaluar 90-ën. Dy zonja, mbi 80 vjeç, kalojnë Unazën, të dyja korsit në këmbë. Njëra për tyre humbi jetën, ai zotria është në burg. Për çfarë arsye? Më fal, ai ishte brenda kufirit të shpejtësisë. Nuk e kishte kaluar 90-ën. Tashi, më fal, të lidhet. Ne kemi aksidente. Ai ishte brenda kufirit. Po është Unazë, është autostradë më zotri. Jo, i ka segmentet. Po i kanë në kalime, më është një përgjithë shumë i se kanë në kalime. Kur në hyrje të autostradës paksohet. Po dhe në autostradat të tjera, po Tiranë Durrës. Ajo është çështje. Tiranë Durrës për fat nuk kemi dëgjuar më. Për fat nuk kemi dëgjuar më. Si duket edhe koha dhe edukata dhe mentaliteti unë mendoj se kjo gjë duhet të ndryshojë. Jo gjithmonë drejtuesi i mjetit është fajtor. Nuk kemi dëgjuar më për fat nuk kemi dëgjuar më. Jo, nuk duhet të fusim çuam vrasës çdo njeri që shkakton aksidente. Po pikërisht. Po problemi është kur drejtuesi ka bërë një shkelje të papërgjegjshme. Patjetër, ajo nuk diskutohet. Alkooli po me sa duket nuk ketë ndryshime.
përzierja më rrezikshme. Kur këmësori është trotuar, është trotuar, ai delon ai pastaj ose të vjetë e barët të kalimit të këmësorve. Po varet nga shpejtësia, varet nga rrethanat e tjera. Përzierja është... Po thjesht, dalim, jemi dakord që duhet ketë një përcaktim të qartë dhe të një... Se për shembull, ti shkon në Kosovë, po ti kur kalon kufirin në Kosovë, e para je automatikisht i përballur me gjoba të tmerrshme. Gjobat janë shumë të ashpra. Shumë të ashpra. Policia rrugore i aplikon poshtë në mënyrë të rrept, është me tolerancë pothuajse zero. Ndërkohë që policët rrugor këtu janë më tolerantë. Tash nuk e di pse janë më tolerantë. Këtë e dini ju, janë më tolerantë. Unë mendoj janë tolerantë sepse nuk i kemi dhënë autoritetin e duhur atyre. Jo këbrezëri faktikisht. Jo, nuk i kemi dhënë autoritetin e duhur. Mos e lëm fajin atyre. Nuk i kemi dhënë autoritetin e duhur policëve, cilët këtej vendosin gjobën, këtej bjen telefoni, ton njëri XY, isha gjobën e tjerë. U vendosën kamerat u hoqën. Nuk e shikoj që të përdoren më. Pra le të themi, radarët kanë bëri çik punë. Radarët janë gjë tjetër, kemi vësh diskutim pak më i gjëra i radarëve, por kam përshtypjen Ledion, edhe nga fakti që shtohen aksidentet kur vinë emigrantët, kjo do të thotë që janë po të njëjtë, të cilët ecin me rregullat, i respektojnë rregullat. Pse i respektojnë rregullat atëherë se nuk i respektojnë këtu? Pra, le të themi, ka të bëjë edhe me mënyrën se si zbatohet ligji i policisë. Edhe pleja që nga dritari, ande si hedhin këtu i hedhin. Pra nuk e di, mendoj që një moment caktuar duhet ta pranojmë që masat e rrepta ndoshta janë për momentin, deri në krimin e mentalitetit të ri, masa temi më e mirë. Tani ka dhe diçka që janë ndryshuar dhe një staf prej agjendës verifikuar, siç ne themi terrenit, dhe aktualisht ne kemi filluar dhe me trajnimin e tyre, pasi një pjesë ka një uri dhe një pjesë e re nuk ka një uri të plot. Dhe duke qenë në kushtet paraprake, nuk janë të bindur në lidhje me veprimet. Po besoj që me vazhdimsi në lidhje me këto situata dhe trajnimin e këtyre agjendëve verifikues, mendoj që do jenë më profesionist në lidhje kontaktin tepërdrejt me drejtues të mjeteve. Jo, jap dakord me mendimin tuaj, për sa i përket lëvizjeve në qarkullimin rrugor, efektivi policisë rrugore duhet jetë presupozohet aset. Një punojës policie cili ka disa vite dhe punon në një segment saktuar rrugë ose është dekada kanë sa. Po, jemi plakur me ta në rrugë. Pra, ata e njohin me sy mbyll trafikun. Por nëse këtë punojës policie ti e merr e qonë në një sektor tjetër në kufi, ose atë të kufire e qonë në policinë rrugore, ose në rend, kjo pa tjetër që kryon një problematikë saktuar. Duhet doon një menaxhim më i studiuar, përsa i përket doon lëvizjes të efektive të policisë rrugore. Se i vetëm i doon sektor që prezanton vendin tonë, jo vetëm të huajt e turistët e këto, është policia rrugore, është pasqyra e policisë shtetit. Në fakt shkëlqenë të tilla rastesh, kur kemi këto elementet, është e vërtetë. Dhe unë doja që të shkëlqenin çdo ditë, pra çdo ditë ishte një ditë sikur të ishte një event. Sidomos rrugoja e Tiranës. Mirë se më duhet ta mbyll, falenderoj Bleonën, falenderoj Ledion Kërkën, falenderit shefqishës të mua, falenderoj Zaloshën, Islam, falenderit që më mësonte për këtë për çështjen e qarkullimit të rrugor. Si thotë Zaloshja, vendosni rripin, unë them gjithashtu ai ripi edhe duhet shtrënguar pak. Ishte një histori persone nga Oso Ulballa, natë mirë.